juve nga drejtuesit e mëparshëm? Nga zoti Dumani do merr një proaktivitet, vendosmërinë. Sigurisht edhe nga drejtuesi tjetër zoti Kraja do merr një atë që unë edhe shpjegova pak më shumë si pjesë pozitive të tij qetësinë. Çfarë nuk do merrni prej tyre? Mendoj që edhe për shembull, nëse po flasim për zotin Kraj, mendoj që roli mund të ishte më aktiv. Edhe pse çështjen duan kohën e tyre, duan periudhën që të sigurojnë provat e nevojshme etj. Dhe një periudhë as 3 vjet nuk ishte, sepse viti i parë ishte viti i krijimit, funksionimit, ngelen vetëm 2 vjet, dhe 2 vjet çështjet e duan që të piqen para se të dërgohen në gjykatë. Do isha më aktiv. Kurse në krahasim me zotin Dumani, duke vlerësuar për punën e vet, do t'i merrja anën sigurisht anën e mirë të proaktivitetit, dhe nuk e di, e kam vështirë që të gjej një anë që nuk do doja ta kisha. Çfarë do